në kushte, nuk jemi në kushte të një vendi me demokraci. Jemi në kushte të një vendi që ka humbur. Është zhytur thellë në një autokraci elektorale apo diktaturë autoritare. Megjithatë ne nuk bëjmë thirrje dhe jemi kundër protestave të dhunshme, ne jemi për kryemërinjen paqësore, jemi përcaktuar për këtë. Por po të jetë për dhunën më tegër ndaj njerëzve e ka përdorur policia. E ka përdorur policia, e cila ka gjojt me pluma gome në ballë, në kokë, dhe dje ishte ai që ishte në spital, Gremi, Denis Gremi, ishte viktime një goditje të rëndë në kokë, pa asnjë lloj shkaku. Pra, të kuptohemi, unë nuk them se s'ka patur element të këtu, por nuk ka asnjë polic të plagosur. Dhe djes inskenimi i turpshëm i Edi Ramës. Çfarë kishin bërë dje, që ta dini ju? Kishin çuar 5 policë dhe i kishin shtri në ato shtëpi, po ata s'kishin gjë. Zhveshen mjek, të isha unë atje, edhe s'kishin asnjë plag, asnjë gjë. Shkoj dhe na muaj, absolute kjo, se mund të dunë po. Shkoj ky shalatani, për t'i dhënë popë për thënë, po dhe Rama u bë gati të nisë, u bëra unë gati të nisë të dëshmoja shqiptarëve që këta po mashtronin. Policë ikën, nuk qëndruan se s'donin të bëheshin kukulla në një skenar të turpshëm, s'kishin asnjë gjë. Shkova takova mjektjo, s'kisha asgjë të regjistruar. Imagjinoni ju, duan të inventojnë, jo, pse nuk ka dhunë, sepse ka porosit, mos ketë dhunë. Sepse është paqësore protesta. Pa shumë thjesht të bësh dhunë. Gjë me thjesht. Por ne kemi këtë platformë. Berisha, ndërsa zgjedhjet në Partinë Demokratike po afrojnë, krahas rikandidimit tuaj për kryetar, Ervin Saliani ka shfaqur dëshirën për të kandiduar. Pyetja është, a lejohet Ervin Saliani të kandidojë? I vetë përjashtuar ishte i vetë përjashtuar, nuk ndryshon asgjë. Tani, pse e birson ky apo ai politikisht, këte apo atë, kjo s'është puna ime. Birsimet ka ndodhë dhe ndodhin gjitha kohrat. I gëzofshin ata që birsojnë. Kaq është puna. E birsuar, hiku, mori fund. E gjani vetë, ju shifni vetë. Shifni vetë, pra. Po e birsuar. Po të mos birsohaj, do ishte aj. Zoti Berisha, a nuk është... Të lutem tani, se nuk kam kohë me atë problem. Zgjodhi vetë birsimin, iku mori fund. Pra, zgjodhi birsimin. Tani. Pyetje tjetër? A është shenjë frike kjo nga ana juaj për të patur Ervin Salianin përballë, sepse shumë kush mund ta shohë edhe si shenjë frike. Mund ta lini të kandidojë dhe të shihni se sa mbështetje ka. Tani e thatë gabim këtë, se unë që është të vërteta, kam shumë kënaqësi të kem rival. Dhe në gjitha kohrat unë kam patur rival. Po, kur tjetri birsohet bën zgjidhjen e tij, politikisht e kam fjalën, se jo kështu sa i ka prindët e vetë dhe politikisht e ka bërë tani, s'kam si po jo. Tani, për dënime që po jemi këtu. Që ta dini gjithë. Një ditë më vjen nga burgu në zyrë. Se mirë është me që se hapë bisedën. Dhe më thot, edhe ato të marrë një mendim. Çfarë mendimi i themu? Urdhë, e prita mirë, sigurisht. Kemi bërë gjithçka për ta cilësuar burgosur politik dhe e ka merituar plotësisht. Çfarë mendimi? Urdhë, i themu. Tani thot, më ka ngel 3 muaj burg. Për të dalë, më takon me dalë sipas ligjit, por kërkojnë nga unë një deklarat në të cilin duhet të garantoj se nuk do të vras Fatmir Xhafe. Po, kush ta kërkon ty këtë? Ma kërkon gjykata për të firmosur dhe drejtoria e burgut. I tham unë, po ti je i burgosur politik, ti s'ke punë me Fatmir Xhafën aty.
nuk e zan, nuk e sha, nuk e rraf me Fatmir Xhafën. Dhe ti i them unë, me që po më pyet mua, unë të këshilloj që një deklaratë të tillë të mos e bësh. Sepse kjo ti merr fajsin në këtë mes. Të thuash që unë s'kam normal të vras Fatmir Xhafën, do të thotë që Fatmir Xhafa të burgosi ty se ti e ke kërcënuar me radhë. Kjo është e vërteta që ta dinë shqiptar, ta dinë që të gjithë, dhe demokrat dhe ata që po. Dhe, por unë i them se natyrisht ai ishte në burg. Dhe unë nuk mund mirja përsipër të thoja më shumë se kaq. Këshilla ime është që ju të mos e firmosni, se kjo të fajson dhe të mbet ti e i ri në karrierë dhe ke karrierë përpara, si do më firmosësh ti. Mirë tha, iku. Doli, erdhi. Çfarë bëre me atë? Jo tha, nuk ma kërkuar ma. Tani, tjerat lexoni vetë. Kështu që nuk është përgjegjësia ime për atë që birsohet politikisht këtu apo aty apo këte apo andaj, ka për zgjedhjen e tij. Por, pyetje tjetër? Dakor, atëherë. Denoj edhe njëherë, nëse partia ka bërë një deklaratë, shpall Carlo Bolinon, super mafiozin numër 1 të medjave shqiptare. Me aktin e tij ndaj gazetarit veteran, realisht të pavarur, Babaramo mund tjetë nga më të paktit gazetar të pavarur të këtij vendi, të cilin për pavarësinë që ka treguar, e ka ndjek nga një studio në studio tjetër, ndonë se ka mbetur i njëjtë. Me këtë akt, Bolino shpallet armiku numër 1 i fjalës së lirë dhe super mafiozi i medjave në Shqipëri. Ky do jetë qëllimi i Partisë Demokratike ndaj këtij personi. Natyrisht, kjo nuk ka lidhje me gazetarët e tjerë të atij rrjeti televiziv apo grupi mediatik.